am kështu dhe storin e përgatitur nga gazetarja Jon Drita dhe rikthehemi në studio për të filluar bisedën me drejtorin e kësaj shkolle, shkollës model. Lydon e pam storjen, na ofrove disa nga informacionet se çfarë mund të marrim nga shkolla model, po pse pikrisht emri model? Emri model është vendosur nga arkitekti apo ai që ka projektuar këtë objekt shkollor. Të çdo arkitekt kur të planifikon apo kur të projekton një objekt caktuar i vë edhe një emër për të dalluar nga objekti tjetër. Në këtë rast e ka emëruar me emrin model dhe ka pas të drejtë sepse është një model edhe që duhet të ndjekur edhe tjerat komuna që duhet të ndërtohet në këtë stil, në këtë mënyrë, me qenë se është shumë kreative dhe shumë interesante për nxënës. Është e ndarë brenda një objekti shkollor, është krejtësisht janë të ndara nivelet. Për shembull, është niveli parafillor që s'ka të bëjë kurrë me nivelin fillor apo nivelin e mesëm të ulët, është niveli fillor gjithashtu që s'ka të bëjë me nivelin parafillor dhe nivelin e mesëm të ulët dhe niveli mesëm i ulët që s'ka të bëjë me këto dy tjera. Do të thotë krejt janë brenda një objekti, por që nuk interferojnë në mesveti. Kjo është më e mira e këtij projekti. Pastaj tjetra është që ka ngjyra të dhësta dhe ngjyra shumë kreative, të cilat të bëjnë të krijojnë një farë fryme apo klim të ngrohtë brenda shkollës, në një farë mënyre përveç ngjyrave edhe punëve që i bëjmë vazhdimsi me nxënës dhe me mësimdhënës, sigurojnë një shkollë mike për fëmijë. Dhe kjo është krejt ajo që e kompleton pikat shkurta emrin model. Sa kohë ka që është hap shkolla model? Tashmë kemi hyrë në vitin e tretë shkollor, do të thotë prej vitit 2014 apo eksaktësisht në shtator 2014 kemi filluar punën në procesin mësimor në këtë shkollë. Tashmë po hym në vitin e tretë të procesit mësimor në të njëjtin objekt. Si organizohet mësimi brenda kësaj shkolle? Fillimisht ne së me komunën e Prishtinës apo drejtorinë e arsimit bashkëpunojmë ngushtë për të fuqizuar apo të siguruar cilësinë në shkollën tonë. Njashtu edhe me Ministrinë e Arsimit, por përmes direktivave të tyre, përmes ligjit, udhëzimeve administrative, rregulloreve të ndryshme, vendimeve komunale, ne zbërthejmë dhe gërshetojmë ato në mënyrë sa më të mirë dhe të jetë një praktikë sa më e mirë e mësimdhënies dhe mësimdhënies në shkollën tonë, duke punuar ngushtë pastaj brenda objektit shkollor me këshillin drejtues të shkollës, këshillin e prindërve, të cilët janë shumë funksional dhe shumë partner të mirë të bashkëpunimit për të fuqizuar cilësinë në shkollën tonë, me mësimdhënësit, me nxënësit gjithashtu dhe me aktorët e tjerë apo komunitetin. Kur flas komunitetin dhe prindërit, ata janë të gatshëm në vazhdimsi për të kontribuar vullnetarisht për shkollën tonë. Tash, në bazë të gjitha këtyre niveleve, ne ndajmë përgjegjësitë dhe detyrat, apo delegojmë detyrat tek njëra palë apo njëri organ tek tjetri organ brenda shkollës. Dhe në fillim kemi konsideruar që duhet të filloj të startoj në mësimin kabinetik, përderisa hapësirat janë të mjaftueshme dhe që nuk kemi paralelet shumë, por që kemi ditë që kemi me pas një sfidë shumë të madhe, që do të rritet numri i nxënësve vit pas viti, dhe realisht këtë vit ka ndodhur. Por i kemi planifikuar edhe këto sfida të cilat na kanë ardhur si vjet. Do të thotë mësimdhënësi, secili mësimdhënës në shkollën tonë ka kabinetin e tij personal, ndërsa nxënësit lëvizin pas një ore në tjetrën tek e ndjek kabinetin se ku ka mësim. Secili mësimdhënës do të rregullon klimën brenda klasës në atë mënyrë në përputhje me lëndën përkatëse të tij apo të saj, dhe të së bashku me nxënës natyrisht që të jetë sa më e përdorshme me mjete konkretizuese, didaktike, edhe me gjëra të tjera të cilat sjellin fëmijët nga shtëpitë e tyre për të mësuar duke bërë. Gjithashtu edhe kemi në përsecilën klasë, së bashku me Qendrën për Arsimin e Kosovës dhe Komunën e Prishtinës, kemi filluar edhe School Me, do të thotë projektin School Me, që është një platformë që është instaluar në secilën klasë të shkollës sonë, ku kemi edhe TV monitor që na kanë furnizuar, edhe video projektor të siguruar nga vetë prindërit tanë, nga komuna, nga projekti kështu me radhë, ku secila klasë ka mundësi të zhvillojë të paraqes para nxënësve platformën School Me. Gjithashtu edhe nxënësit secili prej tyre ka profilin e vet, ku në shtëpi mund të mësoj përmes platformës. Çka kemi bërë me këtë? Ne përpara jemi mësuar që vetëm mësimdhënësit të ligjeroj dhe nxënësit të dëgjojnë.
por nuk është e mjaftueshme. Dëgjimi është një prej atyre, do të thotë që mund të ketë sukses, por ka fëmijë të cilët dëgjojnë, mësojnë duke dëgjuar, mësojnë duke parë vizualisht dhe mësojnë duke bërë. Ne i kemi bërë të trijat. Duke dëgjuar ligjeratën, duke parë vizuele përmes televizorëve dhe duke bërë përmes mjeteve didaktike konkretizuese dhe siç e dëgjuat edhe në storje, duke filluar nga viti i kaluar me metodologjinë learning by doing apo të mësuarit duke bërë që jemi duke marrë përvoja të mira nga Finlanda për në shkollën tonë. Kjo School Me është hera e parë që e aplikoni si vjet? Po, si vjet në 10 shkolla të krejt Republikës së Kosovës ka startuar edhe tek shkolla jonë, do të thotë. Në Prishtinë janë 2 shkolla që implementojnë këtë platformë dhe pastaj në komuna të tjera janë të shpërndara 8 shkolla të tjera, do të thotë. Po për të bërë pjesë e kësaj shkolle, ka ndonjë kriter për nxënësit? Realisht është tashmë në komuna e Prishtinës apo drejtoritë përkatëse të urbanizmit dhe të arsimit kanë bashkëpunuar ngushtë që të përcaktojnë zonimin e secilës shkollë të komunës së Prishtinës. Kjo na ka ndihmuar shumë sepse janë ndarë rrugët përkatëse të cilat i përkasin shkollës sonë, edhe shkolla të tjera natyrisht. Do të thotë kriteri i parë bazë është që të jetë në përputhje me zonimin të cilin e ka përcaktuar Drejtoria Komunale e Arsimit dhe Drejtoria e Urbanizmit. Natyrisht kemi shkuar edhe ne atje për të dhënë verdiktin final se a qëndrojnë këto rruga janë në përputhje me shkollën e kështu me radhë. Do të thotë jemi pyetur edhe ne, ka qenë një transparencë në këtë aspekt dhe në fund është vendosur për këto rrugë të cilat i përkasin konkretisht shkollës sonë tani. Kemi menduar që do të na ndihmojë shumë, por nuk na ka ndihmuar aq sa kemi shpresuar, sepse prapë kemi pas kërkesa enorme për të regjistruar fëmijët në shkollën tonë. Pastaj kriteret tjera janë të barabarta me gjitha shkollat tjera, do të thotë nuk bëjmë ndonjë kriter që përjashtues ose diskriminues. Natyrisht se jo, kemi edhe fëmijë me nevoja të veçanta, fëmijë të komuniteteve roma, shkali egjiptian, fëmijë të komunitetit goran dhe natyrisht pjesa tjetër është dërmuese shqiptar. Pastaj edhe ndarja në gjini është e barabartë, edhe ato i shohim në rast se një binak edhe bineq nuk i ndajmë, mund të arrijë limitin për shembull 40 në një klasë. Nëse është binak me ata që kanë mbet jashtë e fusim edhe ata që është binak, sepse natyrisht Zoti nuk i ka ndarë dhe nuk mund t'i ndajmë as ne. Do të thotë nuk bëjmë politika përjashtuese apo diskriminuese, por e kemi një numër të përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Drejtoria Komunale e Arsimit që është në udhëzim administrativ 35, po në bashkëpunim me të dyja këto institucione të larta, atëherë kemi rritur edhe në 40 numrin. Po ndarja nxënësve në klasë? Këtë rast? Ndarja e numrit të nxënësve në klasë. Vetëm e përmbushja e numrit apo është edhe ndonjë? Jo, nuk ka kriter, vetëm gjininë e shikojmë, pastaj edhe fëmijë me nevoja të veçanta. Nëse janë 2 për shembull, njërin e vendosim në njërin klasë, tjetrin në klasën tjetër. Në këtë rast ka në shkollën tuaj mësues ndihmës, përveç mësuesit të klasës? Ka. Shkak është si rregullore për të qenë nëse ka fëmijë me nevoja të veçanta. Që është një komision për vlerësimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, natyrisht në bashkëpunim me ta punojmë në vazhdimsi prej kur është themeluar kjo shkollë, pastaj me shkollën përparimi që është në Prishtinë për fëmijë me nevoja të veçanta, të cilat i kanë edhe mësueset ndihmëse, por edhe mësueset udhëtuese, të cilat vazhdimisht na ndihmojnë. Pastaj edhe është Hendikosi që kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë dhe janë shumë të interesuar për të kontribuar tek këta fëmijë. Edhe vetë prindërit të cilët i falenderoj, të cilët sigurojnë nga një asistent të shtesë me vetë financim nga prindi që të jetë në vazhdimsi qoftë për t'i ndihmuar të shkojnë në toalet, qoftë për lëvizje të aktivitetet të ndryshme, sepse nuk qëndrojnë vazhdimisht në klasë, nëse tek ne bëjnë aktivitete në këndet të ndryshme të shkollës, në sallat e edukatës fizike, në këndet e jashtme, në klasat verore, pastaj në parqe të ndryshme, në institucione të ndryshme që vizitojmë në vazhdimsi. Me siguri në këtë pjesë jep kontribut edhe psikologja e shkollës. Psikologja në vazhdimsi, ne jemi të lumtur që prej vitit të kaluar kemi psikologën, sepse një vit e gjysmë do të thotë kemi pas një vështirësi jashtëzakonisht të madhe, sepse është dashur si drejtor ta luaj rolin edhe të psikologut edhe të pedagogut, i cili i fundit na mungon akoma jo vetëm shkollës sonë, po edhe shkollave të tjera. Edhe që besoj që do të ishte mirë të ketë shkolla edhe një pedagog përveç psikologut, por që falenderojmë Komunën e Prishtinës që na ka sjellë një psikologe e cila është shumë profesionale
edhe e cila punon 2 herë në javë në shkollën tonë dhe 3 herë në javë në një shkollë tjetër të komunës së Prishtinës, e cila ndihmon në probleme të ndryshme të këtyre fëmijëve me nevojat veçanta, por edhe të fëmijëve tjerë të cilët kanë nevojë. Edhe sfidat e tjera që mund t'i ketë çdo i rim brenda shkollës. Po, të pyes pak edhe për karakteristikat që duhet t'i kenë mësimdhënësit për t'u bërë. Ka ndonjë karakteristikë veçantë një mësimdhënës për t'u bërë pjesë e shkollës model, e përmend edhe më herët që mitësia, fryma e mitësisë është shumë e rëndësishme brenda klasës. Realisht, kur ka filluar shkolla së funksionuari në vitin 2014, ka qenë një vendim komunal nga Drejtoria Komunale e Arsimit që nga shkollat për rreth të sillen mësimdhënësit edhe nxënësit gjithashtu në shkollën model që të mbushet ajo shkollë me nxënës dhe të filloj funksionimin, njëkohësisht duke i ndihmuar shkollave për rreth që të zbret numri i nxënësve sepse kanë qenë të ngarkuara nga numri i nxënësve. Në start kanë filluar ashtu të vinë mësimdhënësit, por në vazhdimsi çdo gjysmëvjetor, çdo vit ndrohen mësimdhënësit, dikush e gjen veten tek ne, dikujt i duket që ka shumë punë, dikujt edhe i pëlqen. Tash në bazë të këtyre, dikush edhe del në penzion, dikush ka probleme shëndetësore, hapen konkurse të reja. Konkursi i komunës së Prishtinës nuk përjashton askënd apo nuk ndan shkollat prej një shkolle në shkollë tjetër, por për gjitha shkollat ka një kriter të barabartë, qoftë për shkollën model, qoftë për një shkollë ku do të qoftë në zona të thella rurale, sepse duhet të fokusohemi për cilësi, do të thotë në mësimdhënie duke zgjedhur apo përzgjedhur mësimdhënës sa më cilësor që është e mundur, që të jetë në shkollat brenda komunës dhe që të ketë cilësi vetë gjeneratat e reja të komunës së Prishtinës. Përmes storjes patëm mundësi për me pa dhe ma detajlisht folja edhe për organizimin e mësimit, po për aktivitetet përveç mësimit, organizohen aktivitete në shkollën model? Po, patjetër, neve na kanë ndihmuar mësimi gjithditor natyrisht, po vitin e parë nuk kemi pas mësim gjithditor, dhe në vazhdimsi kemi pas aktivitete ekstrakurrikulare, ku tash po i përmbledh gjitha edhe vitin e parë edhe këto 2 vite që jemi me mësim gjithditor, cilët për mësim ose projekte të cilën e falenderoj Drejtorinë Komunale e Arsimit, Institutin Edguard dhe OJC Tokën, të cilët na kanë ndihmuar që të funksionojë sa më mirë ky program, dhe në vazhdimsi edhe po fuqizohet, por që na ndihmon shumë ky projekt, por derisa kemi edhe orët ekstrakurrikulare, ku një orë shtesë ekstrakurrikulare i bën jashtë mësimit to që po i kërkoni ju, aktivitete, është ora e leximit që ju ndihmon fëmijëve të kenë shkatësime të mira të lexim kuptimit, të dëgjimit kritik, të elaborimit të çështjeve të ndryshme shkencore. Pastaj kemi mësimin plotësues dhe shtues, do të thotë forcohen nxënësit e dobët, po fuqizohen edhe nxënësit e fortë, afinitetet e tyre mirën në pa dhe dërgohen tutje. Pastaj kemi vizita konform çdo muaj bëhen planifikime të cilat duhet t'i bëjnë aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë shkollës. Tash jo vetëm në këndet e leximit, jo vetëm në oborrin e brendshëm, jo vetëm në salët. Organizohen vizita studimore? Po. Në institute të ndryshme brenda komunës së Prishtinës, po edhe brenda Republikës së Kosovës, në fabrika të ndryshme, vizita të ndryshme, në për televizione të ndryshme, në për radio të ndryshme, por ne kemi pas edhe vizita studimore në Sarajev, ku kemi shkuar së bashku me 2 nxënës, duke ju falenderuar që natyrisht që kemi bashkëpunuar në vazhdimsi me Qendrën për Arsim të Kosovës dhe ata kanë përzgjedhur natyrisht shkollën tonë dhe ne ishim përfaqësues të tërë Republikës së Kosovës me ata 2 nxënës të mrekullueshëm që kanë përfaqësuar Kosovën denjësisht, edhe me ato që i kemi planifikuar, edhe me ato që i kemi realizuar në një projekt Service Learning, edhe me ato që ata kanë mësu edhe për përvojave të vendeve të ndryshme evropiane. Do të thotë kanë qenë shkëmbim idesh, përvojash në mes të nxënësve të Kosovës, të shkollës tonë konkretisht dhe shkolla të tjera. Natyrisht kemi vizita edhe në Finlandë, siç thash më herët, me mësimdhënës në të armën edhe me nxënës, ku shkojmë në vazhdimsi dhe i shohim si punojnë mësimdhënësit, po edhe si sillen nxënësit brenda orëve mësimore dhe brenda një lokacioni shkollor. Edhe ata natyrisht kanë ardhur që disa herë në shkollën tonë. Që është shumë e rëndësishme, kontribon mjaft
shumë në bashkëpunimin në shkëmbimin e informacioneve dhe përvojave. Kemi zgjedhë Finlandën, se kemi mujtë me zgjedhë ndonjë shtet tjetër, po Finlanda e ka vendin e parë në botë, ma mirë me shku me marrë praktikat mira të cilat nuk kanë implikime buxhetore. Po lumtimet e fundit kanë tregu që edhe Finlanda. Po se sa me shku në një shtet tjetër që nështë e këshumë pas shumë e lehtë të marrën. Ka kohë që Finlanda e manë, do thot, nivelin për nivel cilësin e mësimit. Po tash më tregove se nga këtu do të shkosh edhe me një quiz. Po, sot kemi kvizin e diturisë. Jena minutat e fundit, po desha të besë edhe për këtë. Me gjitha të desha ty respektoj edhe dhja në emisionin juaj, sepse respektoj edhe televizionin juaj. Sot kemi kvizin e diturisë. Kvizi i diturisë organizohet nga klasë të 3-ta deri te klasë të 9-ta. Unë jam si udhëheqës i gjithë programeve të ndryshme, por që kemi menaxherë të tjerë nën mua të cilët e udhëheqin edhe kvizin e diturisë edhe punë të tjera të cilat delegohen nga ana ime. Në këtë rast kemi një menaxhere për nivelin e mesëm të ulët, një menaxhere për nivelin e fillor dhe pastaj koordinatorët e fushave lëndore të cilët punojnë në pyetjet dhe çelësin e pyetjeve që tashmë do të bëhet në një mënyrë shumë është bërë traditë tek shkolla jonë që çdo gjysmëvjetor të parë të kemi këtë lloj kvizit të diturisë, pastaj me teste në gjysmëvjetorin e dytë e kështu me radhë. Me siguri se do të jetë mjaft i këndshëm edhe për nxënësit, edhe sidomos për ngritjen për vetvlerësim. Është shumë i mirë këto kvizet. I stimulojmë pastaj. Vitin e kaluar i kemi dërguar në Villa Gërmia për një drek, një pije, edhe si vjetë ndoshta të njëjtën apo do të ndryshojmë diçka, por edhe stimulimet përmes certifikatave dhe mirënjohjeve të ndryshme nuk mungojnë për ta. E di që kemi edhe shumë çka për të bisedu, po ka që kemi minutazhin për ditën e sotme, shpresoj se hera tjera do diskutojmë pak më shumë edhe për shkollën model. Ju falenderoj që ishe pjesë e programit të mëngjesit dhe ju urojmë suksese dhe punë të mbarë edhe në quiz. Faleminderit edhe juve gjithashtu ju dëshiroj suksese, faleminderit për ftesën dhe gjithë të mirë. Miqtë dashur, erdhi fundi edhe programit të mëngjesit për ditën e sotme. Falenderoj butikun Arsenal për dukjen time që është kujdes për dukjen time, si dhe ju urojmë ditë të mbarë dhe shihemi nesër.